Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi, sërish sonte me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu me ju, thënë kjo, edhe një herë për t'i dhënë vëmendje, një nga çifteve më të komentuar në rrjetet sociale, që në natën e mbrëmshme dhe gjatë ditës së sotme, është dashur herazisht të ndalojmë tek marrëdhënia e Brikenës dhe Mateos, tek lëvizjet e vogla që kanë ndodhur në marrëdhënien e tyre dhe menjëherë tek pikpyetjet që u ngritën nga publiku, nga fansat e tyre, pas një postimit që bëri televizioni Top Channel. Tani, unë kam thënë gjithmonë, që televizioni Top Channel është një fabrik klikimesh. Di si të bëj publikun për vete, di si të mbërthej audiencën, di si të tërheq audiencën. Mateo Bori, ne dinim shumë bukur që do t'ishte pjesë edhe e Top Arenës, sepse është paralajmëruar që Mateo dhe Brikena do t'jenë pjesë e Top Arenës. Por njëkohësisht, paralelisht, Mateo është pjesë edhe e Shizon Top. Do të thënë në dy emisione të ndryshme, në dy produksione të ndryshme. Edhe pse këto të dy produksione, do të thënë, udhëhiqen nga Manushi. Pikpyetja e madhe e publikut është se sa qëndron deklarata e Mateos dhe Brikenës për një ndarje të mundshme të tyre pas publikimit të kësaj videos. Dhe menjëherë janë ngritur dyshime që Mosvald Çifti këtë mesazhin e ka shkruar vetëm për interes të klikueshmërisë, vetëm për interes të shikimeve dhe në fund mund të bën Mateo një lëvizje të çuditshme që mund ta propozon Brikenën publikisht në Top Arena, sepse do të thënë askush nuk e beson dot që Mateo dhe Brikena është ndarë pas kësaj lëvizje. Tani, në traditën shqiptare, në median shqiptare, nëse do të rikthehemi në kohë, nuk ka patur një panel ku ky paneli është ndërtuar nga një çift i cili ka qenë dikur bashkë dhe sot është i ndarë. Që këtu në fakt të kapën dyshimi. Unë uroj me zemër, sinqerisht, që Brikena dhe Mateo këtë shkrimin që kanë bërë në rrjetet sociale, sidomos në grupin e tyre dhe në fanbase-et e tyre, le ta kenë një shaka. Edhe pse mënyra se si ishte shkruar ai shkrim mua nuk më dukeshte një shaka, por le të jetë një shaka. Të qenurit se këto të dy kanë patur dashuri, do me thënë bashkë, dhe unë mendoj që dashuria vazhdon, nuk mund dashuria të harohet brenda një dite, nuk mund dashuria të mbyllet brenda një dite. Qëndrimi në një spektakël bashk, qëndrimi në prapasken bashk, qëndrimi në një ambient bashk dhe koha e gjatë e xhirimeve, e provave do t'i zëj përsëri bashk, kjo nuk do të thotë që Mateo dhe Brikena, nëse janë ndarë gjithmonë me të vërtet, nuk mund të lidhen prapë me njëri tjetrin. Nga vetë fakti që natën e mbrëmshme erdhen lëvizjet e menjëhershme, do me thënë shkrimet e Mateos dhe Brikenës, vërshimi madh në rrjetet sociale që ne në fakt e besuam me pikpyetje që mund të jenë ndarë vërtet një shkrim që erdhi ditën e sotme del një promo që do me thënë defokuson publikun nga ajo që fliteshte, le shumë për të dyshuar dhe le shumë për të menduar se çfarë në të vërtet po ndodh me këtë marrëdhënie. Se në qoftë se Mateo dhe Brikena janë ndarë vërtet, atëherë pse duhet këto të dy të jenë në të njëjtën pjesë të panelit, kur dy persona kanë qenë bashkë, janë puthur, janë ledatuar ja përqafuar dhe vazhdojnë të jenë përsëri në të njëjtin panel, gjë që në fakt në shoqërinë tonë, në historinë tonë nuk është parë një gjë e tillë, qoftë edhe televizive, që për shembull një çift i ndarë në një periudhë shumë të shkurtër të ribashkohet përsëri në një emision. Më duket pak e çuditshme si gjë, por dua të marr mendimin tuaj. Sa e besoni ndarjen e tyre?